Por të mos pasur rezistencë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bori thirrje çdo demokrati e shqiptari të mbështesin protestat që zhvillohen në vend prej 14 ditësh tashmë, duke e cilësuar atë lëvizjen më të jashtëzakonshme dhe më të fuqishme. Unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështes këtë protestë. Qëndrimin pra protestave e mbrojti edhe përballë faktit që në sheshe thirrje bëhen edhe kundër tij personalisht. Natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të erësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Ashtu si edhe qytetarët fajin për shpërtimin e këtyre protestave e gjen tek qeveria dhe vetë kryeministri Edi Rama. Është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Në bashkëbisedimin në rrjetet sociale, Berisha falenderoi ata që i besuan dhe e mbështetën ndër vite, ndërsa lajmëroi se nuk ka plan për një udhëtim të afërt drejt SBA-s, edhe pas heqjes së sanksioneve nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Unë ndjehem shumë mirënjohës ndaj të gjithë shqiptaro-amerikanëve dhe miqve të mi amerikanë që më dhanë mbështetje të fuqishme. Nuk kam një agjendë të shpejtë, por pres me kënaqësi kur të organizoj një udhëtim timin në këtë vend të madh mik. Kryedemokrati foli edhe për atë që e ka cilësuar si riorganizimi i Partisë Demokratike, që sipas tij do të sjellë figura dhe frymë të re në Partinë Demokratike.